Pyetja që më bëni më shpesh sa herë më shikoni me këtë ripin e robtishanit në kokë është se si i bën kaçurrelat. Kështu që unë sot vendosa që të bëj një video hap pas hapi për ju. Në fillim floku duhet të jetë i tharë 90%, jo shumë i thatë, por as i njom. Duhet të ndarë në 2 pjesë, varet se ku keni edhe këtë vijë ndarëse dhe thjesht vendosni ripin. Ne nis gjithmonë me këtë pjesën ku kam më shumë flok dhe me këtë gishtin tregues tu e kaloj nëpër të gjithë gjysmën e kokës dhe marr një sasi të konsiderueshme. Okej, kjo është sasia që unë marr dhe thjesht e kaloj për rreth ripit. Vetëm një herë. Pastaj vazhdoj me pjesën tjetër. Sa më pak të marrësh, normalisht aq më mirë është, kështu që filloj marrim nga pak. Gjithmonë keni parasysh që këtu duhet ta shtrëngoni sa më shumë të jetë e mundur dhe të jetë sa më ngjitur me kokën. Kështu do të vazhdoni tek gjithë pjesa e flokut. Asnjëherë mos e mbani dorën kaq larg me kokën, por afrojeni sa më shumë të jetë e mundur. Dhe këtu mos lini hapësira që të duket ripi i robtishanit. Duhet që ta zini me patjetër të gjithën me flok. Dhe sa më poshtë të jetë e mundur. Ta kapni që mos të qëndrojë e drejtë kjo pjesa e fundit. Kapim. Koma është e lirë, do ishte më mirë që të ishte e ngjitur fare, po nejse. Dhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Sërish kalojmë gishtin dhe kapim pak nga gjithë floku. Këtë është pak më e thjeshtë sepse ka më pak flok. Kapim këtu tani. Dhe kështu formojnë një teto-olk tani në darkë dhe pastaj në mëngjes mbledhni veten. Shifemi nesër mëngjes prapë. Mirëmëngjes nga dita tjetër, kështu duken edhe flokët, normalisht janë prishur pak. Ne do filloj që t'i heq pak nga pak. Për t'i hequr është shumë kollaj, dihet. Thjesht e kalojmë kështu. Dhe kaq ishte. Ja, doli kaçurreli. Iku edhe ana tjetër, tani këto i rregullojmë pak me dorë si i kemi shef. Dhe kaq e thjesht ishte për të bërë kaçurrela pa u munduar fare.